Unë pikërisht tek këto armatime të ekspozuara sot nga policia e Kosovës do të ndalem dhe do të shkoj me njerë në Beograd të gazetari Idro Seferi, mirëmbrëma Idro. Dhe ndërkaq që ndjekim pak këto pamje të armatimeve që ka ekspozuar policia e Kosovës, që tregojnë sasin e municioneve, armë të sofistikuara, e tha dhe gazetari Kosov Gjoci, janë të vitit 2002 të përdorura dhe nga ushtria serbe. Dhe duket një sasi shumë e madhe, Idro, pra jo për 30 persona si që është folur, për ndoshta për qindra të tjerë, apo jo? Natyrisht, to mund kënë qenë armë që kanë qenë logistik për grupe të tjera që mund kënë ardhur në Kosovë. Dihet që grupi pra i mbetur nga Serbia në Kosovë ka kaluar një pjesë në Serbi dhe lajmi është bërë rastësisht i ditur nga gazetarët në qytetin e Novi Pazarit, atje ku shumica janë bosnjak, pra për të kaluar në atë pjesë nga Banjska është dashur që të kalojnë në për territore malore dhe të kalojnë në për Rogozna, një pjesë që dihet pra si rrugë e kalimeve alternative që është përdorur kryesisht ndër vite për kontraband, pra nga njerëz të ndryshëm që kanë bartur mallra nga Serbia në Kosovë dhe këto rrugë pavarësisht që janë mbyllur në një pjesë të madhe edhe nga KFOR edhe nga policia e Kosovës vazhdojnë të jenë të qarkullueshme edhe pse në disa është arritur një marrëveshje dikur që të hapeshin pikë kufitare, për këto nuk janë zbatuara. Idro, për këto doja të të pyesja, si ka mundësi që nuk janë pikasur, as nga shërbimet e sigurisë Kosovës, as nga ato ndërkombëtare? Si ka mundësi të jenë futur gjithë të armatime? Aty patrullimet janë shumë më të rralla se sa mendohet, pra bëhet fjalë për një territor diku mund të jetë rreth 30 kilometra, i cili nuk mund të kontrollohet aq lehtë as me numrin e forcave të KFOR-it që zakonisht patrullon në atë pjesë, por nuk ka një kontroll shumë të madh. Dhe nuk duhet harruar që me marrëveshjen e Kumanovës të vitit 1999, kur sigurinë në Kosovë mori KFOR-i, ka aty hapësirë të disa kilometrave që quhet zona në mes pra të kufive, për shkak se duhet krijojë një distancë dikur mes forcave të KFOR-it dhe atyre të Serbisë. Dhe kjo zonë është e famshme për kalime të tilla, pra nuk është shumë e vështirë, zakonisht kontrabandohen aty shumë kafsh dhe gjëra të tjera të cilat pra transportohen për shitja. Ajo që është bërë ditur, domethënë jo zyrtarisht, të paktën 2 nga të plagosurit janë mjekuar në qytetin e Novi Sadit. Ka qenë Novi Pazari është domethënë në pjesën e që njihet edhe si zona e Sanxhakut, por është folur nëpër media se ka pasur më shumë të plagosur që janë trajtuar në spital. Natyrisht për të kaluar këtë pjesë duhet patjetër të kenë ndihmë nga dikush në anën tjetër. Duhet të ndihmuar nga pala serbe, po thua. Patjetër nga dikush, nuk dihet nëse kanë qenë këto autoritetet zyrtare, domethënë nuk ka të dhëna të tilla, por grupe të ndryshme që mund të kenë pra një ndikim mjaft të madh. Natyrisht është folur këtu edhe që një pjesë e këtyre grupeve nuk janë edhe nën kontrollin e presidentit Vučić, por janë ndoshta një lloj edhe shteti brenda vetë shtetit, por këto thonë disa nga analistët që merren me çështjet të sigurisë, ndërkaq pjesa tjetër kanë vazhduar që të mbështesin teoritë e presidentit, që ky është një organizim që dihej nga qeveria e Kosovës dhe nga bashkia ndërkombëtare, madje duke mohuar mundësinë që duke mos mohuar mundësinë që mund të ketë qenë edhe një përgatitje e Kosovës. Okej, thjesht dhe një pyetje të fundit, Idro. A është e vërtet që armët që përdori komando e djeshme pra për sulmin e kryer nuk i ka asnjë grup tjetër në Ballkan? Këto lloj armatimesh pra, kaq të sofistikuara, siç tha dhe Kosov Gjoci të 2022-shit? Po, duket që janë prodhim serb, natyrisht në Serbi ka dyqane edhe këtu në Beograd ku mund të blihen jo vetëm armët, edhe pse është shtrënguar me ligj që të mos vinë deri
shumë dete kjo pjesë, por aty edhe pajisjet për cjellëse që janë pra çantat dhe uniformat mund të bien shumë det në dyqanet të ndryshme, por një numër kaq i madh është vështirë që të mos dallohet nga asnjë institucion i sigurisë, qoftë edhe nga NATO-ja apo edhe nga autoritetet në Serbi që thonë megjithatë që kanë qenë në dieni për pjesën që, domethënë, që kur ka filluar të ndodhë kjo ngjarje dhe sepse këtu lidhet e faktit që këta të plagosurit pra mendohet se janë sjellë në spital rreth orës 3 të pasdites, pra dhe në atë kohë besoj që institucionet kanë qenë në alarm për ta parë se çfarë grupesh dhe për çfarë bëhet fjalë këto. Mirë, Idro, këto armatime, këto municione të 2022-shit, ku mund t'i kenë marrë? Ka informacion? Mund t'i kenë marrë, po të kemë pas në një lidhje nga në ato dyqanet ku shiten me leje, në fakt, sepse në Serbi ka, sidomos pas kësaj periudhës që ndodhen masakrat, një masakër në shkollën fillore në Beograd, ka ndryshuar edhe ligji dhe duhet kaluar shumë kontrolle për të ardhur deri tek një armë qoftë ajo edhe me leje. Pra, natyrisht që pa një organizim të mirë dhe pa lidhje të mira nuk mund vinin deri tek këto armë. Por natyrisht ka grupe nga veriu që kanë kërcënuar në vazhdimsi, edhe pse zyrtarisht nuk thuhet, por mendohet që ka njerëz që mund të gjejnë ato. Okej, Idro, qëndro me ne. Do të lidhemi sërish.